Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi zhvilloi një takim elektoral me banorë të rajonit 4 në Vlorë. Bashkë me kandidatët për deputet Endri Hyseni, Piro Vongu dhe Evi Sallushi, ai kërkoi mbështetjen me votë në 11 maj. Çuçi përsëriti 5 arsyet domethënëse se pse duhet votuar Partia Socialiste. Së pari, ai tha se transformimin që ka pësuar Vlora në këto vite nuk e ka pësuar asnjë qytet tjetër. Së dyti, Çuçi përmendi atë çfarë do të bëhet për Vlorën për ta shndërruar në një destinacion kryesor të turizmit dhe MZ, duke u ndalur tek marina, aeroporti ndërkombëtar, lungëmarrje të re dhe investime të tjera madhore. Së treti është alternativa e opozitës, tha Çuçi. Drejtuesi politik vlerësoi kandidatin Endri Hyseni si një figurë spikatur. Endri është rritur këtu në këtë lagje, ai ka një aktivizëm publik politik të hershëm dhe gradualisht pastaj përqafoi politikën, u fut në politik, u bë pjesë e ekipit ton të drejtuesve të institucioneve publike këtu në Vlorë dhe po ja u them që në një vit që ka qenë drejtori i AKU-s, ka qenë ndoshta drejtori më i mirë që ka pasur Vlora në atë pozicion. Vlerësime për kandidaturën e Endri Hysenit edhe nga koordinatori politik i Partisë Socialiste të Vlorës, Piro Vongu, si dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha. Endri në sipërmarrje, në aktivizëm politik, një djalë çamërie dhe një vlonjat zemërgjër. Endri, përveç se koleg, një shok shumë i mirë, edhe shok shumë i mirë përveç se koleg shumë i mirë, ka bërë mota mo i themi ne të njëjtën gjë. Keni treguar vlerat mëdha qytetarie. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në listën e hapur, Endri Hyseni, tha se është krenar dhe i lumtur që të vinë në lagjen ku është rritur si kandidat për deputet. Ai tha se duhet të jetojmë në Vlorë dhe në Shqipëri, pasi nuk është më një ëndër, por vendi ka një transformim të prekshëm. Jam këtu sot si djali i lagjes, gjithë më keni njohur duke ecur në këto rrugica, duke luajtur në këtë lagje, duke u rritur këtu bashkarisht me ju dhe duke u edukuar dhe duke u bërë gati për jetën në këtë lagje, po në këtë lagje. Ndërsa sot jam shumë krenar dhe shumë i lumtur që vi pranë jush të kërkojmë mbështetjen tuaj për në parlamentin e ardhshëm. Kemi ecur shumë gjatë kësaj fushate, kemi takuar shumë njerëz, kemi takuar shumë dashamirës, shumë banor, por dhe nga ata që kanë pas kërkesa. E vetmja gjë që kërkojnë gjithë banorët e rajonit 4 është përfaqësimi i tyre me dinjitet, të jetojmë këtu, në qytetin ton, në Vlorën ton, në Shqipërinë ton të dashur. Prandaj të gjithë bashkë të mbështesim Partinë Socialiste, të votojmë numrin 5, të votojmë për Edi Ramën, të gjithë bashkë në Bashkimin Evropian.